Në një atmosferë të ngrohtë dhe frymëzuese, klubi I krijuesve jonian në Sarand I dedikoi ditën këtë të shtunë promovimit të krijimtarisë së gazetarit, publicistit dhe shkrimtarit Koço Kosta, një figurë emblematike për letrat shqipe dhe për vetë frymën e Jonit, që përmes punës së tij ka shndërruar fjalën në art dhe ngjarje në letërsi. Koço Kosta nuk është thjesht një autor I librave, ai është krijues I botëve, ai është kronikan I shpirtit njerëzor dhe dëshmitar I dramave të vogla dhe të mëdha, të cilat ndodhin nër kënetat kujtesës kolektive, ndërbriqet e detit dhe mendjeve njerëzore. Krijimtaria e tij është një rrugëtim artistik në thellësitë e përjetimeve, përballjeve dhe ëndrave të njeriut të bregut dhe më gjerë. Është ndërgjegjësim I Koços se arti I të shkruarit libra është një përgjegjësi e madhe. Ndaj për botimin e librit duhet matur 7 herë dhe botuar 1 herë. Libra të shkruara nga autori janë Vrasja e një gruaje, roman në 2005, Mall për ty baba, Kujtime dhe mbresa 2014, Shtëpia mbi një liman, poezi 2015, Borziloku që than lotin, Tregime në 2019, libër që shënon një stat të ri të krijimtarisë së Koços. Ajo trajtohet në disa aspekte, vetmia si një gjendje që kërkon të mbushet, dhe forca e saj karakteriale, plotësimi përmes të tjerëve dhe vdekja si përmbushje. Tregimet e tjera përpëliten realizëm, modernizëm. Këtu duhet të shikojmë se si lufton ky me veten e tij, që të dal nga ajo guacka 50 vjeçare ku jemi mbyllur dhe ku jemi edukuar, të paktën të tërë ne kemi mësuar vetëm me realizmin socialist. Koço Kosta është më shumë se një autor, ai është një ndërtues urash mes kohës dhe njeriut, mes natyrës dhe shpirtit. Ai shkruan për detin si për një dashuri të përjetshme, për erën si për një kujtim që nuk vdes, për njeriun si për një mister që kërkon dritë. Krijimtaria e tij është një thesar që kërkon lexuesin e vëmendshëm, shpirtin e ndjeshëm dhe mendjen e lirë. Dhe për të gjithë ata që kërkojnë fjalën e bukur dhe të vërtetë, kjo krijimtari është një bekim. Materiali u mundësua nga Saranda Web, bashkëpunëtori I televizionit 6+1 Vlora.